Në media dhe rrjetet sociale po qarkullojnë informacione për largimin e ambasadorit të Shqipërisë në Shkup Denion Mejdani. Të shumta ishin komente që kërkonin vazhdimin e angazhimit të tij në Maqedoninë e Veriut, duke nisur madje edhe peticione për ta kërkuar një gjë të tillë nga kryeministri Edi Rama, por kishte edhe një mas tjetër që u gëzua lajmit për shkarkimin e mundshëm të tij. Pas këtyre informacioneve në opinion reagoi Ministria e Jashtme e Shqipërisë, duke thënë se komentet nuk e përbëjnë realitetin. Në prononcimin e tyre theksoi se lëvizjet diplomatike për fshirat tonë në nivelin e titullarit të përfaqësisë realizohen gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi, kuadrin e brendshëm rregullator për shërbimin e jashtëm, si dhe me praktikat e konsoliduara diplomatike. Komentet dhe pasqyrimet në media nuk pasqyrojnë realitetin, aq më pak procesin institucional që ndiqet në raste të tilla. Në mënyrë të veçantë, hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme. Një reagim për këtë çështje nuk ka pasur vet ambasadori Mejdani. Prononcimi i tij fundit ka qenë kur reagoi për devijimin e rrugës së studentëve shqiptar që kishin ardhur nga Tirana për t'u bashkangjitur protestës së studentëve shqiptar në Shkup, të cilët të hënën kërkuan që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në Shqip. Ambasadori Mejdani gjatë qëndrimit në Shkup ka qenë aktiv dhe i zëshëm dhe nuk ka nguruar të reagojë për shumë zhvillime në vend, sidomos të atyre që kishin të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve në RMV. Disa herë është kritikuar se ka kaluar rolin e tij prej diplomati.